E bukur kjo muzika ime, apo jo? Duhet të ishte Krishtlindje në fakt, po. Duhet të ishte. Është klasikja jon. Po, duhet të ishte në fakt muzika e Krishtlindjes. Eshtje. Pa muzikë ndonjëherë, më pëlqen. Edhe kështu, apo jo? Është okay. Heshtja është një pjesë të cilën në fakt shpeshherë ne refuzojmë. Ka momente në të cilat ne jemi pazë, ka momente në të cilat jemi pazë për arsye të ndryshme, Imena, si mendon në të cilat situata ti ke qëndruar ndonjëherë pazë? Po them se të gjithë kemi qëndruar pazë, për shembull kur shokohemi ndaj një diçka e madhore që mund të ketë ndodhur dhe ti ngelesh pa fjalë. Pastaj ka dhe periudhat e gjata ku ti ndihesh e pa kuptuar, edhe ajo që ti kontribuon për shembull është e pavlerësuar dhe vendos të mos flasësh më. Pastaj në momentet kur ndoshta ka abuzime e tjerë dhe të flasësh sjell dhunë. Po, domethënë ka situata të ndryshme. Ose edhe pritja e gjatë ndonjëherë të lë pa fjalë. Po. Atëherë mbetemi pazë në të gjitha këto situata të cilat themi dhe nuk po e zgjas sepse do të flasim për këtë dhe për rëndësinë e të qenurit pazë ose të pasurit një zë, të dyja janë shumë të rëndësishme. Dhe do dalim në mesazhin në përfundim të episodit. Gjithsesi, jemi mësuar në këtë periudhë të flasim kryesisht për atë që erdhi në këtë botë si premtim, si një premtim i bukur, një premtim dashurie, një premtim shpëtimi. I ardhur nga një botë e thjesht në shtresat më të ulta, por ka dhe shumë gjëra të tjera që ndodhen përpara se Jezusi të vinte. Për të paralajmëruar ardhjen e tij. Për të paralajmëruar ardhjen e tij. Dhe ishte figura e Gjon Pagzorit që paralajmëroi ardhjen e tij. Në shkretë të tjerë, ai fliste për atë që do të vinte, për cilin nuk do të ishte idenë të lidhte as sandalet. Por edhe Gjon Pagzori, ashtu si Jezusi, ishte një fëmijë që pati një lindje jo të zakonshme. Ishte me të vërtet shumë interesante dhe lindja ardha në botë e Gjon Pagzorit. Imena, nëse të kujtohet në librin e Lukës, kapitulli 1, diçka e tillë, flitet për një lindje pra të pa zakonshme, sepse që të dy prindrit e Gjonit ishin të moshuar, të i kaluar në moshë, po themi, dhe kanë pritur gjatë për një fëmijë, i cili erdhi te përvon, por erdhi. Edhe baba i Gjonit, Zakaria, ishte një besimtar i devotshëm, po ashtu edhe bashkëshortja e tij. Ta jetonin të dy besnik ndaj njëri tjetrit, besnik ndaj Zotit, ndaj besimit të tyre, në një jetë qetë të thjesht, po themi humble, të përullur, por në kuptimin e mirë të fjalës. Ai mësonte Biblën atë kohë, pra mësimet e asaj kohe, po themi dhjetën e vjetër mësimet. Edhe jeton një jetë të thjeshtë, por nuk ishte më shpresë që do të bëheshin prindër. Derisa një angjëll u shfaq Zakarias edhe njoftoi që do të bëhej me djalë. Edhe aty pasaj filluan dhe ndodhen mrekullit, po jo dhe as mrekulli. Pra, kemi një individ që lidhet shumë me temën të cilën e kemi tema në të cilën ne ndodhemi sot është atmosfera e Krishtlindjes, por edhe me atë temë që zgjodhëm për episodin pazë. Ndodh që Zakaria në ato momente mbetet pazë, nuk mund të flasi, sepse ai shfaqet dyshim tek ajo që i tha Zoti. Elizabeta të vetesh të xana në moshë, unë të bëhem me fëmijë në këtë moshë. Ja, nuk e besoj. Ndryshe nga Elizabeta, ajo e besoi. Në fakt ajo e besoi, e pranoi me qetësi, e mbrojti brenda vetes këtë mrekulli që asaj u shpall. Ndërsa Zakaria ishte një mësues, predikues, dhe në fakt tha, ja, atëre, çfarë ndodhi? Iku zëri. Po. Momenti është momenti në të cilin nuk thye zëri, cili ishte Imena, momenti kur ai pranon që fëmia të quhet Gjon. Dhe si e shpreh ai këtë gjë? Ai nuk mund të fliste. Si e tregon? E shkruan, edhe sepse sipas traditave, duhet shpjeguar pse. Po. Sepse sipas traditave të vjetra,
fëmia duhet të trashëgojë emrin e prindit të tij. Edhe të gjithë prisnin, madje edhe vetë Zakaria, që fëmia të quhej Zakaria, sepse kështu duhej, duke qenë se ishte një predikues dhe një person i rregullave, do ndiqte traditat. Edhe kur vendos bashkëshortja e tij, Elizabeta, unë them gjithmonë Izabela. Nuk e di pse ngatron Elizabeta me Elizabeta, kur ajo pranon dhe dëgjon në mënyrë sekrete zërin e Zotit, prandaj heshtja është jo gjithmonë e keqe, është e mirë për të mos kesh zë. Vendos që ta quajë John, edhe ai në të njëjtën kohë miraton, Zakaria miraton duke shkruar. Atëherë atij, po themi në mënyrë surprizë i vjen zari. Në mënyrë të mrekullueshme. Sigurisht që surprizë, sepse ai nuk mendoi më që do t'i kthej zari. Dhe ka në fakt edhe një lidhje midis, jo emri, po duhet të them me mënyrën se si Jezusi vjen. Të dyja janë lindje të pazakonta. Elizabeta jo Izabela, Elizabeta ishte në moshë madhore dhe që të dy, Zakaria dhe Elizabeta, nuk prisin më shpresa që të bëheshin prindër, edhe ishte një mrekulli, dhe lindën një figurë e cila është e rëndësishme në atë që drejtoi dhe udhëroi rrugën drejt Jezusit. Dhe pastaj kemi historinë e krishtlindjeve, që është po ashtu një lindje pa zakon, sepse Maria ishte virgjër, edhe po ashtu dhe atyre u shfaqën ëngjëjt. Pra është një histori pak e përsëritur dhe mund të shihni ato patternsat, ato lidhjet e përbashkëta, sepse që të dy janë të pazakont, edhe fëmijët. Domethënë Gjon Pagzori edhe pa lindur ka qenë parapritësi asaj që do të ndodhte. Imagjino kur lindi, edhe pa lindur ai ishte, po themi, një shembull një diçkaje që ndodhi në mënyrë të mrekullueshme. Gjithsesi, në fakt, tham që njerëzit prisnin që emri fëmijës tij ishte Zakaria, si Jati. Por dhe Zakaria vetë vendosi në letër, sepse nuk mund të fliste, emrin John, që nëse unë, e siguri që unë nuk e mbaj më të mirë, në hebraisht ishte Jehohanan. Për hebraisht, aramaikisht ndoshta, ndoshta. Atëre, ky ishte emri që me sa di unë, kuptimin e kishte plot mëshirë. Plot me hir. Edhe Zoti është i mëshirshëm, dhe hiri Perëndis. Dhe hiri Perëndis ishte. Por gjithsesi nuk ka të bëjë thjesht me kuptimin e emrit, ka të bëjë me faktin që ne këtu kemi një shembull tipik të daljes nga tradita. Ai që predikonte, Zakaria, i Jati Gjonit, në këtë moment pranoi një shkëputje nga tradita. Nga gjithçka që ndodhte më përpara dhe tha ne do i quajmë Gjon. Po ishte një revolucion ashtu si dhe Gjoni vet, i cili ishte revolucionar, po edhe si Jezusi, i cili ishte po ashtu revolucionar. Pra nëse analizojmë, shohim të përbashkëta midis të dyja historive në forma të ndryshme, po nëse ky është një revolucion i vogël për të thyer traditat, më vonë vjen një revolucion i madh që ishte Jezusi për të thyer po ashtu disa tradita në për tempuj edhe në procese të ndryshme, por edhe në çdo gjë, në mënyrën se si ne konceptojmë besimin sot, edhe për të cilën ne jetojmë sot, ishte vërtet një revolucion dhe ishte vërtet një figurë revolucionare. Po, është një nga gjërat që i karakterizon dhe i lisë dyja figurat. Në fakt, në mënyra të ndryshme, sepse e bën këtë gjë në mënyra të ndryshme, por ishin revolucionare. Atëherë nëse ne kthehemi pak tek heshtja e Zakaris, ose më mirë tek të qëndruarit pa zë, dhe nëse ne mund të marrim një mësim tani duke u nisur nga kjo gjë që ndodhi Zakaris, është pikërisht heshtja tham në fillim, ose e zgjedhur, ose heshtje e detyruar, sepse ti nuk mund të flasësh, tjetri të le pa zë, dhe ne nuk jemi dakord me këtë të dytën. Unë me imenëm për shembull ashtu sikurse shumë të tjerë themi, duhet të kemi zë, duhet të flasim, ka shumë rëndësi që ne të flasim. Por është gjithmonë okay që ne të flasim? A themi gjithmonë gjërat e duhura, themi gjithmonë gjërat e vërteta? Dhe ndonjëherë kjo heshtja që i ndodhi dhe Zakaris është një heshtje shpeshherë e detyruar, por për të cilën ne kemi nevojë. Kemi nevojë
për të kuptuar. Duket si ndëshkim apo jo? Po, duket si sikur ndëshkim, sepse në një kohë, për shembull, e cila është shumë frenetike dhe ne gjithmonë na kërkohet që të Për Zakarin duket si ndëshkim, sikur Zoti e ndërshkon dhe i thot Zakari. Edhe për ne, sepse nuk na vjen natyrshëm të mos flasim. Po. Njeriu do që të flasë, të dëgjohet. Të jetë rëndësishëm dhe po thoja që po ashtu në botën ku ne jetojmë ne duhet të jemi overperform, të gjithkohës duhet të i performojmë gjithkohës. Edhe nuk është e lehtë për ne të rim pazar. Ndonjëherë detyrohemi, ashtu si te Zakaria detyrohemi kur trupi na e tregon që duhet ndalojmë apo kur mendja apo rrethana të ndryshme shëndetit. Dhe kuptojmë që në fakt nuk është një dëshkim ashtu si te Zakaria, por është një nevojë të cilën e kemi për të dalur dhe për të dëgjuar, vërtet për të dëgjuar. Dhe ndoshta atëherë kur dëgjojmë, ndodhin edhe mrekullit. Dhe në fakt ajo që thash pak më përpara duket sikur është ndërshkim. Dhe Zoti thotë ti Zakari nuk më beson mua, e unë po të ndërshkoj, po të heq zërin. Por mund të merret në një prizmë tjetër, mund të merret si një prag. Është një prag të cilin Zakaria është duke e cekur. Jo ndërshkim, por është kalimi nga një fazë në të cilën ai ishte. Tranzicion. Në një fazë të re. Sepse gjithçka që ndodhi më pas ishte një ndryshim, ishte një ardhje e mrekullueshme që ndryshoi gjithë historinë e njerëzimit. Nëse shikoni çfarë ndodhi nga një fëmijë i lindur në një grazhd i varfër, ndër më të varfrit në kushte azil, si i bie në emigrim, në emigrim. Gjatë gjithë kohës, pas lindjes e të tjerë, nëse ne shikojmë gjithë historikun, çfarë ndodhi? Ky fëmijë i vogël, i varfër, arriti të ndryshoj gjithë historinë dhe ne kemi sot gjithë botën tonë perëndimore, të tjerë dhe shumë arsye apo gjëra të tjera për cilat nuk në fakt nuk është tema sot për cilën duhet të flasim, por ndodhi e gjitha kjo. Kështu që për Zakarina ishte një prag që tregoi një tranzicion. Heshtja, në fakt, të bën që ti të kuptosh, të mendosh, të reflektosh, të ndryshosh, edhe të pranosh shpeshherë. Atëre nëse edhe këto Krishtlindje, pikërisht mesazhi për urim është që ndoshta duhet të dalemi, të dëgjojmë pak më shumë, edhe sidomos në këtë periudhë festash, në këtë periudhë pushimi, ku gjërat vërtet ndalen, edhe ne kemi hirin e Zotit mes nesh, të ndalemi dhe ne, të fokusojmë më shumë, të dëgjojmë tjetrin, familjarët tanë, për çfarë ka nevojë, edhe të ndjejmë vërtet prezencën e Zotit teksa ai flet dhe është me ne. Le ta marrim këtë moment për veten tonë si dhuratë dhe t'ia bëjmë dhuratë edhe të tjerëve. Gëzuar Krishtlindjet nga unë Mirela dhe nga unë Imena dhe nga breth im. Gëzuar dhe paqja, gëzimi qoftë me ju dhe mbi të gjitha dashuria, pushime të mbara. Shihemi.